paraqitet situata? Do të thonë që orët e mëngjesit dhe nata ka qenë një situatë për banorët e qarkut e Kukësit, pasi janë përfshirë të gjithë tarrat dhe treqet e qarkut e Kukësit nga një stuhi e fortë, e shoqëruar me rreshje, por duke sjellë dhe probleme për banorët, siç është dhe një shtëpi e cila është dëmtuar për shkak të fortë në statën Lusa, njësia administrative Ilir Peposhi, një banesë që strehonte 7 antar, por fatmirësisht problemi tek antarët e familjes që qëndronin të strehuar në të dhe janë evidentuar këto probleme në zonë. Era e fortë ka përfshirë duke ulur temperaturat me afro 15 gradë Celsius, ku ditën e djeshme termometri në Kukës shënon të 15 gradë, ndërsa sot ai ka zbritur në qytet 0 gradë, ndërsa në lartësi 700 metra ka zbritur deri në -4 gradë Celsius, ku dëmet një pjesë e frutikulturës ka qenë në lulëzim ose përmarrë nga specialistët e bujqësisë, bëhet me djetë nëse këto temperatura do të vijojnë, të ulen do të shkaktohen dëme. Në këtë moment që flasim, vijon se termometri të jetë 0 gradë në qytetin e Kukësit, shoqëruar me era të forta në drejtim nga ndërkohë që rreshtet e borës janë ndërprerë fatmirësisht, duke mos shkaktuar problemin e qarkullimit rrugor. Tregtia e borës në lartësi mbi 800 metra, siç është zona e Shishtavetit apo Lugina e Valporas, ka shkuar në 10-15 cm, në qytet ka patur stuhi bore, por fatmirësisht nuk e ka mbajtur tregtinë e borës. Ndërsa vërehet prezente rreshtet e borës në 5 metra të gjithë pellgun e qarkut të Kukësit, ku drejtues të automjeteve duhet të bëjnë kujdes në lëvizjen e trafave të male, si janë aktet nacionale. Kam përvojë Kukës ka mali, duhet të jenë të pajisur me mjetet dimërore, pasi ka qartë.